Kryepërfaqësuesja e kënetës korrupsionit në Bashkinë e Durrësit, kryetarja e bashkisë Emirhan Sako, ka reaguar sot me urdhër të Edi Ramës. Ka reaguar duke ofenduar, duke stigmatizuar me 10 mijëra banor të Durrësit të ri, duke i quajtur si banor të kënetës dhe që banojnë buzë kanalit të Bretkoca. Është pikrisht ajo përgjegjësia kryesore për atë gjendje skandaloze. Është ajo që ka përgjegjësinë për miliona euro të shpenzuara me firmën e saj deri më sot, por që gjendja është ajo. Është ajo bashkë me Vangjush Dakun para saj dhe kryetarët tjerë Bashkisë Durrësit, që për gjithë këto vite, që nga viti 2000 e deri më sot, kanë lënë atë pjesë të Durrësit, po jo vetëm atë, të gjithë Durrësin në gjendjen skandaloze. Është korrupsioni i tyre që ka shkatruar këtë qytet. Ka shkatruar mënyrën e të jetuarit vetëm për hir të interesave të tyre korruptive, të Edi Ramës dhe të bandave kriminale që qeverisin bashkë me të. Flet për rrugë të ndërtuara me standarde në zonën e Durrësit të ri. Në fakt, ajo rrugë që e përmend është ende e pambaruar dhe nuk ka punime prej kohësh aty. Është vetëm një investim elektoral që kujtohen përpara zgjedhjeve, vetëm e vetëm për të marrë votat. Po kjo është vepër penale. Dhe do të mbaj përgjegjësi për këtë. Ashtu si do të mbaj përgjegjësi për çdo veprim tjetër korruptiv. Çdo firmë e saj e ka parashkrimin e ndjekjes penale 20 vjet, paskush nuk të presi ka gjatë. Është ajo që flet për ndërtesa të falas, që kanë ndërtuar sikur t'i ketë marrë nga xhepi i saj, nga biznesi personal apo nga xhepi i Edi Ramës, për ata persona të cilëve ju dëmtuan apo ju shkatruan shtëpitë nga tërmeti. Ndërkohë që ka ende njerëz që sot nuk e marrin më bonusin, ka ndërtesa të cilët janë ende të pasistemuara, por janë dhënë para të tjerëve të cilët nuk kishin dëme për të marrë dëm shpërblim, por është bërë vetëm mbi bazë listash patronazhimi politik me preferenca të Partisë Socialiste. Jo vetëm në qytet, po anë e kënd Bashkisë Durrësit, duke dhënë ndërtesa atyre që nuk u takon dhe duke mos u dhënë atyre që u takojnë, po e kujtoj një diçka. Janë 1000 banesa të ndërtuara, të cilat janë ndërtuar me fondet e donatorëve të huaj, nga kontraktor privat të kontraktuar nga donatorët e huaj. E vetmja gjë që duhet bënte shteti dhe nuk e ka bërë ende është të çonte kanalin e ujrave të zeza, furnizimin me ujë dhe energjinë elektrike. Sot që flasim, këto banesa kanë mbaruar, pjesa e ndërtuar nga privati, nga donatori huaj, është e mbaruar, po askush sot nuk mund të hyjë. Sepse ende Bashkia e Durrësit, shteti i Edi Ramës, nuk ka çuar as kanalin e ujrave të zeza, as ujin e pishëm dhe as energjinë elektrike. Pra, si mund të jetojnë si njerëz me dinjitet, ata të cilët fatkeqësia i zuri me 26 nëntor 2019 dhe kaq vite më pas ende vazhdojnë me hallin e tyre, ndërkohë që kryetarja e bashkisë, përfaqësuesja e kënetës së korrupsionit, flet me arrogancë nga kolltuku i pushtetit. Me datë 11 maj, ne nuk do të presim. Partia Demokratike dhe Koalicioni për Shqipërinë Madhështore, bashkë me qytetarët e Durrësit, po dhe gjithë Shqipërisë, do ta drenojmë kënetën e korrupsionit. Shqiptarët meritojnë shumë më tepër, durrësakët meritojnë shumë më tepër, dhe programi i Partisë Demokratike është ai që do të bëjë një gjë të vetme. Do të transformojë mënyrën se si paratë publike të marrë nga taksat e çdo shqiptari të shkojnë për hallin e tyre dhe jo për të pasuruar kryetarja e bashkisë, Edi Rama, bandat e krimit dhe kushdo i korruptuar tjetër që lëvrin në këtë kënet të qelbër.